Nelson Mandela, ish presidenti afrikano-jugor, është shtruar sërish në spital në kushte shqetësuese por të qëndrueshme. Lajmi bëhet i ditur nga presidenca. Nobelisti i paqes, 94 vjeç, është shtruar sërish për një infeksion në mushkëri vijon njoftimi. Këtë mëngjes, gjendja e tij është përkeqësuar dhe është transferuar në një spital në Pretoria. Gjendja e tij është shqetësuese, por e qëndrueshme, thuhet në një komunikat të presidentit afrikano-jugor Jacob Zuma. Gjendja e shëndetit të ish presidentit këtë herë është e rëndë, ka shtuar pak më vonë një zëdhënës i qeverisë në televizion. Ish presidenti simboli i Afrikës Jugore prej disa ditësh kishte shqetësime shëndetësore. 94 vjeçari shtrohet për të dytën herë në spital në 2 muajt e fundit. Mushkurit e tij mendohet se janë dëmtuar gjatë kohës kur Nelson Mandela ka punuar për 18 vjet në një gurore në burg. Në atë kohë ai u dënua me 27 vjet heqje lirie për sabotim. Mandela shihet si babai i kombit në Afrikën e Jugut për luftën e ndërmarrë kundër apartheidit. Aktualisht ai jeton në Kunu, një fshat i vogël rural në krahinën e Kepit Lindor, ku ish lideri afrikan thotë se aty ka kaluar ditët më të lumtura të fëmirisë së tij.